E pat pra, kryeministri sot kishte mbledhur të rinjt e nxënës të shkollave, të moshave 13, 14, 15 apo 16 vjeç dhe i sugjeroi atyre që të futen në Google dhe të kërkojnë Edi Rama Nudo. E di çfarë do të thotë Edi Rama Nudo? Do të thotë Edi Rama Lakuriq. Do të thotë Edi Rama ka qenë lakuriq në plazhet e Europës apo të Francës ku ka jetuar dhe ju sugjeron fëmijëve shqiptar që të futen të googlojnë, pra të kërkojnë në Google dhe të shikojnë Edi Ramën Lakuriq. Kjo është përveç se është vepër penale parashikuar në kodin zgjedhor, por është një vepër penale tjetër që parashikohet në nenin 117 tek kodi penal pornografia. Pra Edi Rama ka sugjeruar fëmijëve shqiptar sot pornografi. Përveç se ka shkelur edhe një dispozit tjetër, neni 328.1 të kodit penal, pra për krimet zgjedhore, ai ka konsumuar edhe vepër penale pornografia. Ju shqiptar duhet ta kuptoni, keni një njeri të çmendur që ju thot fëmijëve tuaj, futuni dhe më shikoni mua nudo. Pik. Ky është kryeministri i Shqipërisë. Ky është tamam çyryk ashtu siç ai thot. Është çyryk. Kaq.